Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kosi konfirmon edhe një herë Shqipërisë vullnetin për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës së parë në Tiranë pas marrjes zyrtarisht detyrës Marta Kos u sigurua të nënvizojë se BE do Shqipërinë brenda familjes europiane dhe kjo e bën Europën edhe më të fortë. Vendi juaj ka ecur vërtet shumë mirë në rrugtimin e vet drejt Bashkimit Evropian. Sigurisht që është gjeopolitika ajo sot që na tregon që gjithçka mund të jetë e mundur dhe që një gjë mund të jetë stabil dhe rrugtimi juaj drejt Bashkimit Evropian është i sigurt në udhën e vet dhe është i vërtet. Kryeministri Edi Rama garantoi Komisionerit Evropian se Shqipëria do ta meritojë këtë anëtarësinë. Ne e dim se nuk ka alternativë tjetër sepse e dim se s'ka alternativë të lirisë individuale të barazisë para ligjit të bashkëjetesës në diversitet, tha mes të tjerash kryeministri i Shqipërisë në konferencën për shtyp me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos. Nga ana tjetër ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicioz të përfundimit negociatave brenda 2027 dhe ambicia jon është që shqiptarët të marrin pasaportën e Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade. Dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Europës të hynë nga ai korridori me atë konstelacionin e yjeve, edhe jo nga ai korridori tjetër ku shkruan të tjerët. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Mbetet në masën e arrestit në burg kryetari i Bashkisë Tiranës Erion Velia i akuzuar për korrupsion dhe pastrim parash. Zbutet masa e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie për biznesmenin Elman Abule, i akuzuar për pastrim parash në çështjen e Veliajt. Abule kërkoi mas tjetër me argumentin se mungesa e tij po i shkatron biznesin, ndërsa ka dhe arsye familjare. Masa detyrim paraqitje është lënë në fuqi për 3 biznesmenët Gentian Sula, Meriman Palushi dhe Shkëlqin Fusha, të cilët akuzohen për korrupsion aktiv. Ky vendim i jap rrugë Veliajt që t'i drejtohet gjykatës së lartë në rekurs. Qeveria e Maqedonisë së Veriut përshëndet veprimin e prokurorisë për hetim. Zëvendës kryeministri Zet Mexhiti hapin e prokurorisë e cilëson si goditje të fuqishme ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ai porositi se askush nuk është mbi ligjin dhe kushdo që tenton të bëjë të njëjtën do të vazhdojë të përballet me ligjin dhe shtetin. Nuk ka kompromis me korrupsionin dhe sidomos këtë rast kur nuk është dëmtuar vetëm buxheti dhe financat e shtetit, por është rënduar dhe shëndeti i qytetarëve. Prandaj, kjo është dyfish e rëndësishme si rast, ndërsa tjetra është një luftë ndaj korrupsionit pa etiketime etnike, ideologjike e të tjera, tha Zet Mexhiti. Hetimet e prokurorisë filluan për cilësinë e dobët të mazutit, e cila në 2 tender gati prej 300.000 tonë u furnizua test negotin në periudhën 2021-2023. Për këtë nuk dhanë detaje as nga drejtoria e doganave. Nga Prokuria për krim të organizuar dhe korrupsion thonë se në bazë të dëshmive hetimet edhe mund të zgjerohen. Ish presidentit Kosovës i jepet leja pas 4 refuzimesh për të vizituar babain e tij në Prishtinë për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Hashim Thaçi e vizitoi Tiatin në klinikën interne. Ai u shoqërua nga forca të shumta të sigurisë. Në refuzimet e mëhershme, speciale vlerësonte se gjendja e babait të Thaçit nuk ishte aq e rëndë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.